Avokat, çfarë ka ndodhur me rastin tuaj të Sarandës, vajzës që u mbyt apo e mbytën, që vazhdojnë gjykimi, që kemi folur edhe pak javë më parë? Vazhdojnë gjykin në Vlorë, vazhdojnë pyetja e dëshmitarëve, ka qenë atë ditë atje në Bosh. Nuk është bërë hetim i plot. Ajo çështje u sabotua që ditën e parë që ndodhi ngjarja nëpërmjet prokurorit të korruptuar Lorenz Mërkuri. Ajo vajzë vajti humbi, domethënë, thjesht se nuk ishte njeri për ta mbrojtur. Keni biseduar me familjarët e saj pas edhe rastit të emisionit, edhe reagimit tuaj? Po, patjetër. Madje erdhën ata banditët e Piranjave këtu, se hyn tanë si bandit, ata nuk hyn si qytetar, si njerëz, si gazetar. Dhe kur i pyeta, thash, keni biseduar me nënën e vajzës? E keni gjallë? Jo, po s'kemi vajtur, po ku vini pa biseduar me ata? Ku shkoni? E Jema, çfarë ju ka thënë juve pas asaj ngjarje, pas këtij emisioni? Duhet vini të komunikoni me mua, ata s'kanë ardhur tek unë dhe kanë bërë shumë gabim sa që nuk kanë ardhur tek unë. Po nga pala tjetër që ju akuzoni, pra familja, keni pas një reagim, ju personalisht apo familja? Nuk guxojnë të më afrohen mua ata. Ka reaguar një vëlla apo kushëri pari ati rrugasit që e vrau vajzën, ka reaguar ai tek ajo te televizioni me zemër të hapur, madje edhe kërcënoi, tha do ta padisim avokati, tha se po mashtron, tha. Mirë, po tani se shoh të bëhet trim, të dal përballë mua dhe të shikojmë se si ishte vërteta. Nuk e mban. Pra padi ju nuk jeni njoftuar për një padi të re? As bëhet fjalë fare, ai u tregua trim, e di pse bëhet trim ata, se ai është në kryesinë e Partisë Demokratike, në kryesinë e madhe, dhe i duke vetja që çoç di dhe ço kush është. Maten mi hien e mëngjesit këta zotëri. Nuk... Avokat, edhe diçka ju lutem, ju jeni ftuar shpesh për trajtuar dhe për diskutuar fenomene, çështje sociale që shqetësojnë shoqërinë tonë, edhe keni dhënë mendimin, gjykimin tuaj, opinionin ligjor, pra anën ligjore, por misteret në vitet e fundit që na kanë shoqëruar janë të shumta për shumë ngjarje. Ajo Ervis Martina ishte një që s'ka marrë përgjigje, por mbi të gjitha ka qenë dhe rasti Bleona Matës. Ju besoj keni diskutuar për të. Si mendoni që ka qenë ajo ngjarje, se nuk ju kam pyetur ndonjëherë? Të dy ngjarjet shteti i di. Në të dy rastet shteti ka dieni të plot. Për rastin e vajzës më konkretisht, për rastin e vajzës. Ka dieni të plot. Ka dieni të plot. Pra, ju thoni që shteti e di kush e rrembeu Bleona Matën? Patjetër. Patjetër që e di. Po familja? Edhe familja e di. E di? E din. Po ta them unë. Po aty pliksen dyshojmë dhe del si nga logjika që pleksen interesat të mëdha, nuk e di kush e qyshe tek. Avokat, faleminderit shumë për opinionet, komentet tuaja dhe bisedën troç. Jam i njohës për gjitha. Edhe unë ju falenderoj juve për ftesën, edhe pse më ngasmoni shumë, po s'ka problem.